Fletarestet e Serbisë kundër ish-ushtarëve të UÇK-s nuk do të zbatohen më nga policia kufitare e Maqedonisë së Veriut, sipas zëvendës kryeministrit Izet Megjiti. Një marrëveshje politike sipas tij është arritur në qeverinë maqedonase. Ai thotë se së shpejti do të marrin vendim që të aplikohet një zgjidhje sistemore, ligjore dhe përhershme që ish-ushtarët e UÇK-s të mos ndalohen në kufijtë e Maqedonisë së Veriut. Për shkak që Kosova nuk është antare e Interpolit, organizatës më të madhe policore globale, Serbia vazhdimisht i përditëson listat me emrat e ish-ushtarëve të UÇK-s në këtë institucion të sigurisë, gjoja për krime lufte. Për shkak të kësaj, në korrik të 2024, në pikkalimin kufitar Jazhinc, bazuar në një fletarest të lëshuar nga gjykata e Beogradit përmes Interpol dhe me pretendimin për krime lufte në vitin 1999 në Kosovë, ishte arrestuar ish-ushtari i UÇK-s Blerim Ramadani. Megjithatë, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Izet Megjiti thotë se ish-ushtarët e UÇK-s do të mund të lëvizin lirshëm në Maqedoni të Veriut, pavarësisht lëshimit të fletarestit nga Serbia në Interpol. Ai deklaron se kanë marrëveshje politike në kabinetin qeveritar dhe se shumë shpejt do të merret vendimi sipas modelit kroat apo sloven që kjo çështje të zgjidhet në mënyrë të përhershme. Një prej çështjeve që ka mbetur prej të kaluarës është edhe çështja e arrestimit të ish-ushtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, me që Serbia është antare e Interpolit, Kosova nuk është, dhe vazhdimisht atje i azhuron listat e ushtarëve dhe kjo paraqet mandej problem. Dhe këtë problem pra 20 vite nuk e ka zgjedh pushtetet e kaluara, po partitë e kaluara shqiptare, tash mund të them ekskluzive për ju, do të them për herë të parë që kemi rënë dakord në qeveri, kemi marrëveshje politike që kjo të zgjidhet në mënyrë sistemore me modelin kroat, sloven dhe modelet europiane, dhe kjo dehet, dhe kjo së shpejti, po shohim vetëm cilin model të aplikojmë, dhe kjo dehet zgjidhje sistemore dhe ligjore dhe përhershme, dhe më thonë për ushtarët që të lëvizin lirshëm në Maqedoni, si që lëvizin pra në vendet e Evropës. Dhe më thonë, kemi marrëveshje politike, këto ditë duhet të bëjmë zgjidhjen, dhe më thonë, në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, apo në kuadër të qeverisë, siç e ka zgjedhur Kroacia, Slovenia, dhe ne kemi marrëveshje politike, vleni, në kuadër të kësaj qeverie, po e përmbyll këtë çështje në mënyrë sistemore që ushtarët të lëvizin lirshëm në Maqedoni, siç lëvizin pra gjithandej në Evropë. Duke folur për ndërtimin e rrugës Tetov-Prizren, ai deklaron se ditëve në vijim do të shpallet procedura e ndërtimit të tunelit mbi 6 kilometra. Në këtë drejtim, një nga marrëveshjet e para që do të realizohet është krijimi i sistemit One Stop Shop në kufirin Bllacë dhe Jazhinc. Ky do të jetë modeli i parë i Maqedonisë së Veriut me një shtet që është identik me Kosovë-Shqipëri, i cili dukshëm do të lehtësojë më shumë qarkullimin e njerëzve dhe mallrave. Duke folur për ligjin e gjuhëve në Maqedoninë e Veriut, Megjiti thotë se gjuha shqipe do të marrë statusin e merituar si gjuhë zyrtare. Sipas tij, e njëjta nuk do të cenohet asnjëherë dhe se do të jenë garant të mbrojtjes së saj.